Të nderuar shikues të RTS, Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi mbrëma dhe mi së takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Tashmë siç e dini, ky emision pra është i drejt për drejt edhe në RTI, po ashtu edhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook Dr. Shefqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, njëkohësisht i hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë të cilët dëshirojnë të bëjnë pjesë e këtij emisioni. Selamu alaikum i serdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë pa humbur kohë shkojmë me pyetjen e parë me SMS, ku thotë nëse një çift dëshiron të ndahet, kujt duhet më referu, hoxhës apo familjes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala. Salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit të bekuar, shokëve të tij të nderuar dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite, ata të cilët vinë pas ne deri në kiamet. Pastaj, nëse një çift bashkëshortor don synon të ndahet, kujt duhet të drejtohen? Në parë këta duhet të drejtohen fillimisht vetvetes së tyre, e ta korrigjojnë njëri secili vetveten e vet. Mos të ngutën, të matën, se çfarë janë duke bërë, dhe a ja vlen me bërë një hap të tillë. Së dyti, nëse nuk mundet ta mjekojnë vetveten e vet, ta bindin vetveten e vet, ta përmirësojnë njëri tjetrin, po edhe secili vetveten e vet, atëherë kërkojnë ndihmë nga të tjerët, nga kushdo qoftë. Allah i madhruar, në kësa raste, kur ka mosmarrëveshje mes çiftit bashkëshortor, dhe mosmarrëveshja për hapet, zgjerohet, merret vesh, sepse kur nuk merret vesh ti nuk e dim, andaj nuk kemi arsye të ndërhyjmë, apo pse të ndërhyjmë kur nuk e dim që kanë mosmarrëveshje, por kur kuptojmë që ka mosmarrëveshje mes tyre, dhe në prag të ndarjes Allah ka thënë feb'athu hakemen min ehlihi wa hakemen min ehliha. I yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma. Feb'athu hakemen min ehlihi, dërgojnë një ajet të thëtë gjykatës, po njëri të meqëm e fjalla, të meqëm, një burë të meqëm, o hakemen min ehliha, po edhe një nga ana e gruas. Pra, gjeni dy veta, një njëri nga ana e burët, një njëri nga ana e gruas. Le tjetë familjari sajna, apo i tine le tjetë pak me lartë, jo daja, jo shok i babës, jo agja, jo dikush një njëri, i cili njefat familje, po dhe din me pleqnu, se që thoni fjallë tek ne. Din me pleqnu, është i rryer, edhe i meqëm, edhe është i rryer, ka përvoj, ata dhe takohen mes vete dhe shkojnë, her atje, dhe përpiqen me i bindur, përpiqen me i qortu, marrët e drejt me i qortu, me i këshillu, dhe me i bind që nuk bën më nda, sepse ka zgjedhje tjetër. Për shembull, nga një herë mosmarrëveshja është tek familja. Shkak familje dhe në nda. Jes ma dhe nanën, ti s'ma dhe nanën temë, s'ma dhe nanën tane, je ku ta diun, e që i bie, nuk është problemi tek çifti mes vete, por problemi tek familja. Në këtë rast ata përpiqen me zgjedhë një mesatare, dhe shkojmë se dojnë edhe me prente djaltin, prente qike, se andej e këndej, është mirë me lëshu penket, po unë ka pak ka fëmije, ka kështu shkërërzimi, e gëzën vetë shejtanin e mallkuar. Shkërërzimi, prishja e çiftit bashkëshortor e gëzën shumë shejtanin e mallkuar. Shumë e gëzën. Shejtani i mallkuar, iblisi, fronin e tij na kanë mbiu i ndeti, dhe ai urdhëron, shkarë në hadithi urdhëron ushtarët e vetë, që në komandanta më të vegjël, ushtarët e vetë, me shkue, me shpërndana për tokë,
me bo fesat. Me bo fesat. Pra, synimi, qëllimi ty është me bo fesat. Ta në ditën bëjnë fesat, dhe në mbrami këthejnë se cilja raportin e vetë. Që ka bo shërë, që ka bo keq mes njerëzve. Njërë thët arrita me ishti mi prish të shok me zveti. Tjetër të arrita me ishti me hidhru me babën e vetë, tjetëri me bo kështu, tjetëri kështu. Dhe i malkuar nuk nacet me ta. Thët te sens pas ka bo. Jenë prisat në reqe nesër. Dërsa kur, dikush bëndo një fesat madh, e ndanë borën me gru, dhe te afron nga të këtu. Kur dikush e vret dikend, afron edhe më nga të, dhe ngrit halen grad më të lartë. Sa ma shumë fesad me bo, as ma shumë mërgrada të iblisi malkuar. Andaj kja kujtojnë të senë njerëzit që dreqin e knaqë, më nda, as kështë në knaqët. Pra, shani përversohën e të tjirë. Andaj nuk është pëjnëta të hoxha apo të prindi. Mund tjetë hoxha njëri për aty në borrave, mund të mos tjetë. Më rëndësi është mu përpjek për mu u ndreq. Për ndryshë nëse veç ka ardhë fund, ka ardhë deri të ndarja, shkoni të hoxha, qaj që ka bëni qa, konsultoni me te. Po. Ma tërkalojmë tek telefonata nëse kemi në linjë. Selam aleikum. Aleikum salam. Por, nëni. Deri tani pyetje hoxhës, a lejohet fëmis me lanë emrin Malik? Emri Malika, po? Po. Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum salam. Po, lejohet. Emrin Malik lejohet. Dhe ka pas për e ulemave, Malik bin Enes, ka pas për ulemave të shumët, të cilët e ka pas emnin Malik. Dhe është emën shumë i mirë, shumë i mirë. Do me thënës, i lehtë, i ambël, shumë i mirë është, po. Kemi telefonat tjetër, inkuadrojmë. Selam aleikum. Qa po thuaj? Po e dëgjojmë. Selam aleikum. Allah? Po, kush paraqitet urdhënoni me pyetjen. Vetëm se në Aleikum zërin e selam. radios ose televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, kush paraqitet urdhënoni. To është hoxhës me bo një pyetja dyja. Urdhënoni. Kameti është obligim me bot në farz, do më thonë namaz të farzit. Në rregull, pyetja tjetër. A më kuptut? Po, qartë pyetja parë, pyetja e dytë. Edhe suret kur të i kënojsh në namaz, a është obligim me bismillah, a veç me janis shamull, kullu Allahun, hiq pa bismillah. Në rregull, ju përshëndesim, natën e mirë. Selam aleikum. Edhe nja, bocit, edhe nja. Po, urdhënoni. Em një les me nëzit, a bën. Në rregull. A ke pyetje tjera jo, besoj? Jo, hajtë, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Pyetja parë tha, Surët në namaz, në falë, kametin, në fakt, kisha është obligim për namaz Jo. farzët apo jo? jo, sënet është veç. Do të thonë ban pa kamet në Pa fal ban pa farzë. kamet, sënet është, pa. Dhe surët në namaz, a mujnë me fillu pa bismillah, për shembull kul vallahi Mujna për anash me bismillah, sënet me bismillah. Mos mirë ti. Po sënet me bismillah, po. Dhe pyetja e me les. Po ban. Ban. Vazhdojmë me telefonatën tjetër nëse kemi në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nëni. Kisha një pyetje për hoxhën nëse si marr shumë kohë. Por nëni. Kam familjar i cili ka bo biznes, po e ka përzi pak në kuptimin që sa ku mujt me kuptu nuk është 100% halal. Po nën shumë, po dëshitit produkteve nuk janë alkohol, po nuk janë 100% halal, kuptimin i marrën vet, i bën ose i reklamën që nuk janë diçka që në realitet janë.
ka jep një ofertë me bën një biznes bashk, ku hina 50% e kam halal me punu me ta. Do thonë produktet nuk janë me alkool, apo? Jo, produkte nuk janë me alkool, po sikur shet një lloj pomade ose diçka ngjajshëm, ku thot në është veç për lymje durve, po a lëdon që në është a jek lytha ose diçka ngjajshëm me ta. Tamam, pra bën marketing më shumë se sa është. Jo marketing, po Sakt. ran. Ose rand, ma mirë. Ran. Në rregull, do të merrni pas pak përgjigjen. Unë e thash pak më bot. Po, është problem, Po ta selam më aleikum. bot, po jo buka po kulaçi, nuk ka për punë marketingu këtu. Po kështu që kur të thush për diçka, kur thu, që kjo qëta uj, dëshet që është helmuar, a bën me pi, qysh edhe për thu, dëshet që është e helmuar edhe a bën me pi, kalzëm ti më. Qëta mesh, është ta buka është presh, ty bejera për vjen, të presh të apo ja banja i ngjan me qenë të presht, e s'po di, po thujnë bërën burë ha, me hanë, po te po thuj të presht. Te po thuj presht. Te vetë për gjëkan që është buka e presht. E që është me hanë? Pra, kur thu se këllë biznisi, është se dyshuj si haram, pra i bije ko veshit që tu. Po i vesha, sin këton. Po dhe? Tash, unë nuk e li pajtina me të regun detaje, se kuptova. Anë pse kjo e spjegoj edhe me gjerë. Kur me biznisin tani, mashtron të tjetë, rran njerëzit. I bie me huar pasurinë e të tjetërit pa të drejtë. Wala takulu amwalukum bainakum bil batil, ka thënë Allahu. Mos e hani, mos e merrni pasurinë e njëri tjetërit bil batil në rrugë ligjore. Nuk është bil batil mënyrë jo të drejtë, veç me komat. Nuk është bil batil mënyrë jo të drejtë, veç me shit alkohol, apo mishderët, apo drogë, apo gjërat të ndaluara. Bil batil mënyrë jo të drejtë, është çdo formë, çdo mënyrë e biznisit, e shilblerjes, në të cilën ka diçka që nuk pajton shariati me te. Se kamata, se rishveti, se mashtrimi, se rana, nuk pajton shariati me te. Nuk pajton. Andaj është haram. Sepse pjesa ti malli është ngjit një përshkrim që është haram, që është çështë e vërtet. Andaj o ran, andaj o haram. Dhe këtë mall në bën haram. Dhe këtu njerëzit binë shumë tregtarët. Për shembull, e marrën mallin Pekine, gënjen ran, thot është për Turqisë. E mërë mallin Pekine, thot është për Zvicra, për Gjermanisë, ose për Japonisë, ose ku ta diun. Dhe njerëzve një herë blejnë. Qaj mallë ka një funksion, këtë thot i ka 5-6 funksione. Ose, veç vetë për çka po duhet, për qëta, që e fillë që këj mallë për qatë thumë. Që këj mallë, që këj la, që këj ku ta diune. Pse për rran njeri unë? Pse për mashtron njeri? Nuk ka sinceritet. Ku nuk ka sinceritet, nuk ka bereqet. E pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe ka thonë që in sadaqa wa bayna burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Nëse shitse dhe blersi janë të sinqert dhe i sqarojnë gjanat, janë të sinqert dhe sqarojnë, nuk shefi kur gjë. U shtohet, u jipet bereqet në shitblerjen e tyre, këtij në para që mor, atij në mallin që bleu. Po nëse rrajnë, edhe mshefin, rrajnë dhe mshefin, u fshihet aty në bereqeti, s'kan bereqet, pare kanë, mall kanë, po bereqet s'kan. Ndaj ne muslimant, për kundër të tjerëve, ne jemi të sinqert në shitblerje, ashtu se që jemi të sinqert në gjithë gjë, për çka dim.
Për çka dim dhe kuptoj, për çka nuk dim, o Zot falna. Sepse në momente që nuk dim, mundësia me gabu është më njëherë mundshme. Tamam, si fjala vjen vetë për filan burrën dikon atje, dhe unë thom, ty i bën që një njeri mirë. Del tjetër atjetër, pse po thon njeri mirë, ai ka bë kështu, ka qitë fajde, ka qitë, e unë ku e di vëlla. Unë fola në atë që e di. Ti po dëshë diçka që nuk e di, mbaje ti për vetë, nuk e di vëlla. Mu Zotin vetë, në atë që e di. Atë që nuk e di, Zot falem dhe nëse ka bëj. Kështu të qitë musliman. Pra, ne kur dimi, në shqit blerje, i dimit metat, i dina malin, do të pëqin të sinqert. Na musliman, të jem të sinqert. E nëse diçka nuk e dim, për shembull bostanin, ose ku e dimin e jashtë mirë asë është. Jem tha deli mirë, po mëse shqipër të madhe, se ka mendu që deli mirë, do të me dali mirë. Po nuk e di më njërë që kam rana në ta? Po, andaj, nuk kanë regull e punë me akuzu njerin. Ose ke marrë spesat e djekës, a i forme ka që është i djekës, po nuk po deli djekës. Nështë a i se ka përvu për veti, po a i ka ble për djekës, i ka marrë për djekës dhe i shetë për djekës, ty i bene ditë sigur të asaj. Pra, mëse akuzën njeri unë, mirë për kur të shetë spesat e kalpt, edhe dine që janë të kalpt. Këtë ras nuk e bone e ras që është këtë punë, e bone me qëllim, për me hongër pasërin tjetërit pa të drejtë, sepse malli kalpt nuk është mall që vlerësohet e që duhet më shitë. Nuk ka mallaj. Nuk vlerësohet mall në shariat, malli prisht. Andaj ke hongër pasërin tjetërit pa të drejtë. Po. Kemi telefonatën në radhës, inkuadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selam, mirë mama. Mirë mama. Edhe përshëndetje shumë për hoxhën tonë, nderuam. Hoxha janë ka shumë respekt në familjen teme edhe zot që kemi. Edhe dashta një pyetje hoxh, qysh mos sjell për shembull përballë këtyre që na ofendojnë. Më ofendojnë mua për shembull, unë shpesh komentoj për lahna, shtyhna, po dashta me ditë hoxha dina mos po bëj gjëna. Edhe kallëzëm që ishë mos sjell. Unë për vete nuk po muj më përmbajt, edhe po kam qef mja këty bova ki 2-3 fish, edhe po du më kallëzuat na po bëj mira keqët. Selam aleikum edhe puna marrë qoftë. Aleikum selam, Allah që përle faleminderit, Zotit rujt. Allah i madhruar në ka ardhurun neve me këthyve të keqen me më të mirë. Idfa billeti hi ahsen. Këtheja me më të mirë. Po kemi të drejt me këtë keqen me të keqe, por jo me më shumë të keqe. Jo me më shumë, jo 2 fish e 3 fish. Të drejt kemi. Ligjore, shëratike kemi të drejt. Ama, cila është me preferuar me këthime të mirë. Dhe më shumë ka efekt. Zakonisht, jo gjithherë. Por, para kësajna, unë mendoj, e Zotit din më së miri, se është cilësi e mirë, është shaj i imanit, alamet i besimit i imanit, që robi dhe robnesha vëlla dhe motra, kur ndëgjojnë se flitet keq për islam dhe musliman, kur lexojnë në rrjetet sociale, preken, shqetësohen, lëndohen. Nëse ndodh kështu, dije se kjo është alamet shaj imanit. Po që se nuk ta nin veshje hiq, runa Zot, dhe ma keq me thonë, hajtë se gale, se mira ka ba, që shtë e meritojnë këta, atërë ke frikë Allahun, se me imani ke pun të keq. Sepse nuk bën më gëzu me musibetet e muslimanve. Nuk bën më gëzu
kur të tjerë dëshmën të dinit, të shajnë vëllezërit e motrat tu, të maltretojnë, të torturojnë, e tjerë, qoftë psikisht, fizikisht, atë e tjerë. Nuk bërë më gëzu. I njoftë se njoftë. Të pëlqynë, nuk të pëlqynë. Fjala vije. Ne jena hëgjallar. Edhe jenë kalablak hëgjallar. Tani, a do të thot pa tjetër që ne të gjithë e kena mirë? A do të thot pa tjetër që ne ka një herë dikush për neve nuk ka bën? Nuk ja qëllën, për mësë në thonë edhe shkretan? Mirë. Dalët e tjerë dhe bombardojnë me sulme, me seneme. Dhe islamofoba dhe dashakeqesh. A është rani më gëzua? Jo. Jo ty. A i ka këse ka qëllu. Po ti më gëzu zban. Sa e qëllu si a ka. A i ma mire kanë me hesht. Ko nuk din hesht. Hesht. Kur tutesh e fregatsak më senis heq. Tani dhe të më tërhjek i bje ma keq, e kështu më ra. Por, më gëzu më së kësa. Dhe si rredhoj kësaj që prejkesh kur flitet keq për islam dhe musliman shpëdhët motra, vetë instiktivisht njeriu, ka qef me ju imani e shtyn me e kundrështu, nja këthy. Është e drejtë. Por me edukat. Të keqen me të keqe ban, por jo me të pru. Jo dhe të rifish. Ta shë zëllon. Ta shë zëllon. Por nëse e mërë metodin tjetër, hapin tjetër, me akëthy me të mirë, është shumë me mirë. Për shambull, dikush ta shanë hoxhën, mu. Dhe kjo motra prejke, ose motra tjere, vlazën tjere. A nuk është me udhës, me ndimi jam. Me thonë, ti po flet për hoxhën keq, edhe po e fendan, sepse pikës pari po kup të regon ftyrën tane. Nivelin edukatës kulturës tane që ke, të edukimit tënë, familjare, të dignitetit tënë që ki ti, e të regon kulturën tane. Si dyti e të regon se të hoxhë nuk e njef. Nuk e njef. Si treti të regon se të nuk i probleme një person, po këtë ki problem me islam. Ty të pengan islami. Si katërti në dhimesh, pse jenë këtë dërejgje këtë nivel. është për më të dhimt. Komunistat. Vitet e 70-ta, të 10-tat. Unë të 10-tat i maj men. Sepse shanë me drese. Me folë për fe. E që shumë pak o folë për fe. Por në përroda, darës ma ndeke. Ndo një ndaj, natërish ka pas familje që fejnë e kam pas pjesë të kanakot, të qpirtit, të mezhlisit, të s'ka në shupe, zotën edhe falë zotit për ty në rujt feja. Dhe nëse o bëllah për fej pra, dhe kanë qëllu atë dhe komunista, zakonisht arsimtartë në kanë arroganta shumë, në kuptimin kundërfes, kam fjallën, kundërfes. Sepse kanë krijuar një botë kuptim, që për me qenë shqiptar i mirë, për me qenë intelektual, dhe të me qenë komunist, edhe dhe të me qenë antifetar. Këto dy elemente mi pas. E ata intelektuali kanë thonë kështë ka kryeni shkollë të mesme, normale 3 vjetë ka qenë në Prishtinë, shkolla mesme, normale 3 vjetë në Prishtinë, i cila ka prodhuar arsimtarë, ka mushkësuar.
dhe ata deri në vitet e 60 kur formuan Universiteti i Kosovës, Prishtinës, atë kohë. Qëta njerëz me 3 vjet shkollë, të lezu disa romane të Ismail Kaderese, disa romane tjera komuniste dhe anti-islame, kanë marrë bajrakun e intelektualve në këtë Kosovën. Dhe u luftu feja në qëtë ku më shumë se kur dëherë. Tani, pse të cika këta? Nëse ka bolla dhe kush përfiqe kanë thonë, të përna vje keqë, të pas kemi të mrapa. Të shumë mrapa s'kemi të. Pse kemi të në mrapa? Sepse pa full për fejë. Imaginat. Tash ka këthy Zotit kundër, të në ati kofshin falë, Zotë është i madhë. Zotë është i madhë. E ka këthy Zotit kundër të në tash ata të cilët flasin kundër fesë, ata jenë mrapa. Edhe aty në thuhet, jeni mjetë mrapa. Pra thuhet, vje keq kemi të mrapa. Sepse ti ke mbet endën vitet e 80-ta, as 90-tat jo. 80-ta, se 90-ta ka ra komunizmi. Ty të kanal zhitoni të ka bloku që atje. Jenë të ka leviz ty. Trunët është e 90-tave, fundër të 10-tave e tutje. E tutje pe ishe pokës komuniste. Ti i mirë, ti e për gjëna. Andaj leza, mësa. E mësën gotë me gjiku njerëzit. Po. Dhe shpërbleft, nëse kemi telefonatën në lindje ende po inkuadrojmë. Selam aleikum. Ka ik telefonata, atëherë është koha për një shkëputje të shkurtër dhe për të rikthyer në studio dhe për të vazhduar sigurisht pastaj me pjesën tjetër të këtij emisioni Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Të nderuar miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën me hoxhën e nderuar doktor Shevçet Krasniqi, edhe me tutje linja telefonike është e hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëni pyetje në këtë emision, që jemi pra çdo të marrë nga ora 21 drejt për së drejti në RTI, po ashtu edhe në rrjetet sociale të hoxhës doktor Shevçet Krasniqi. Nëse kemi telefonatën po inkuadrojmë. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum salam. Kam një 3 pyetje mja për hoxhës. Po? Çfarë gjënohi është me nejt në banjo, me orë, me folë, shembull? Njerë që shporrin, po ka raste? Po? Apo dëgjomi? Po pyetja parë e qartë, e dyta? E dyta, mi thanë njerit po dallë, ka të cilësh, a është gjëna? Pyetja tjetër? E treta është, a është gjëna mi fshit roshat me fris dorës? Me fshis dorës? Po. Rregull, faleminderit. Përshëndesim. Faleminderit. Aleikum salam. Çfarë gjënohu ka me net gatë në banjo? Në banjo, që prej vendeve ku rrinë gjindë, shejtanët, janë edhe banjët. Prej vendeve ku ndalohet me falë namaz, janë edhe banjët. Andaj nësi musliman, në vendin ku rrinë gjindë apo shejtanët, dhe në vendin ku ndalohet me falë namaz, ne atë nuk rrim, për pos atë sa nuk kem qare, e që i bje sa kërkan nevoja. Për atë, të gjithë ulemat islam, në për librat e fikhut, kër kanë folur të kapitulli abdestit, i pastërtisë,
kanë thënë se duhet sa më pak me nejt një banje, sa më shpejt me dalë për banjës. Madje, është sunnet që kur të futesh në banje, me hy me kam të majtë, dhe me thonë Allahum inni a'udhu bike min al-khubuthi wal khaba'ith, o Zot kërkoj prej te mbrojtje nga khubth e khaba'ith janë gjennet, femna dhe mashkuj. Se për një vend ku ka gjen. Kur të dalësh për banjës, me dalë me kam të djathtë, për kundër xhamis, që veni bekuar dhe ka me lache, me hy me kam të djathtë, me dalë me kam të majtë. Kështë që në banjo, dohet me nejtë robi sa ma pak. E që bje sa kërkan nevoja, asë gjë më shumë. E nuk ka nevoj që kërkan me nejtë 7 sahat. Kuptim figurativ 7 sahat. Nuk ka nevoj. Sa i dikush mundet të ketë problem në kryerjen e nevoja fiziologjike, Allah i ndëroft, mund të ketë dikush edhe ka pak një problem, pa ka ves të këpun e pastërtis, kur të mërë gusëll, sepse është nga dalë shumë vetë, por që nuk do të thëtë jam e bëjt gjysore një orë në banjë. Në banjë dhe të me nejtë sa ma pak muslimani. Ata njerëz që të rrinë në banjë shumë, gjatë, ata zakonisht janë të prekur për i gjenve, apo ka tendencat më dha që ata më prejkë për i gjenve, sepse rrinë atë vend ku ka gjenë. Allahu na ruajt. Kemi telefonatën tjetër. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. A jam në lidhje, po? Po jeni drejt për së drejtë urdhënoni. Alhamdulillah, që dhuna lidhjen. E kam dy pyetje për hoxhën e nderuar. Urdhënoni. Unë e fali namazin që 20 vjet, elhamdulillah prej Zotit, edhe sa herë që kom fal namazin e kom bën një jetë, për shembull, të bëj një jetë me fal sunetin, pastaj farzin. Tash që kom po në rrjete sociale do shkrime fetare që i përcjelli, që nuk ka nevojë me bën jetë me gojë, vetë me zemër e me tru, desha një këshill prej hoxhës. Pyetja e parë. Po. A kuptu? Po. Po, qartë, vazhdoni pyetjen e dytë. Pyetja e dytë, unë që tash edhe Kur'anin lexoj që 15 vjeta më shumë, e lexoj rregullisht, ju në Ramazan mundona me lexu ditë tan Kur'anin me kry. Gjatë muajit Ramazanit tash që kom kryer, gjatë ton vitit e lexoj sa herë ta kry, e lexoj sipas mundësive kohës që kam. E tash si po dumja me vet hoxhën, po dumja nis me mësu përmendsh, a kam ma mirë me mësu përmendsh, se kom nici shumë se vapish, a me lexu që ashtu vazhdimisht, qysh kom lexu deri tash. Se po mdo këtë po stagnoj, se son për mësaj përmend shpejt, e po mjetë të në Kurani knina, po mdo këtë se po mjetë pak lexim. Tamam. E për që ato një këshill prej hoxhës e dishta. Do të merr një këshillin pas pak, ju faleminderit, ju përshëndesim. Selam aleikum. Faleminderit e selam aleikum. Aleikum selam. Njeti me zemër dhe jo me gojë për namaz. Njeti në fakt, vendin e ka në zemër, jo në gojë. Njeti, vendin e ka në zemër, jo në gojë. Por, nëse e thot edhe me gojë, nuk prishon. Vetëm se nuk dohet me kuptu që paqare, me bënit me gojë. Me mendje, me zemër të mjafton. Po e the edhe me gojë anë s'ka dërt, nami nuk bëhet. Sepse e thot me gojë për me vërtetu me forcua ata që ka në zemër për nga ana koncentrimit. Për ndryshe, njeti vendin e ka në mendje, në zemër edhe kaq. Po. Thot Kurani lexoj që sa vite, me që është 20 vjet fal namaz, por tash po duam mësu përmendesh. E kur po duam mësu përmendesh, më merr në kohën se s'u palizaj tani. Po gjithmonë përpjekja për ta zënë Kur'anin
përmendesh, për ta mësuar përmendesh, të mërkosh shumë, nuk diskutohet, dhe ta mërkohen e përsëritjes. Kjo është rregull është kjo, s'u ik sajna. Nuk më ik. Por kjo nuk prish punë sepse ti të marrë me Koran. Pra je lidhur me Koran. Vetëm se po fokusohesh në një ajet, në një faqe, në një gjuz, për me mësu këtë tanë me dalë të tjetërit, taj të tjetërit kështë të mëra. Andaj s'ka dërtë. Atëherë kemi telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhëroni me pyetjen apo pyetje? Selam aleikum. Aleikum selam, po ju dëgjojmë. Jo nuk të dëgjoj mirë. Selam aleikum hoç. Jo. Aleikum selam, po ju dëgjojmë. Vazhdoni me pyetjen. Më dëgjoni? Po ju dëgjojmë, vetëm se vazhdoni me pyetjen. Kur të njerë një vakt hoç, një vakt pa fal, në namazit. Dhe në vaktin tjetër vjen vakti tjetër, po ti e harron në të vaktin pa fal. Si veprohet? Për shembull, ke fal drekën, vjen vakti i qindis, e harrova qindin. Vjen vakti i akşamit, e fal akşamin, por ke lënë qindin pa fal. Po? Dhe e dyta është, kam një tokë, që një tokë, shuar, për shembull, që themi ne, te nga Shqipëria, është mbjellur me pemë. Tani, për të zhdukur bajin, ne e bëm me helma të tokën, qios që zhdukur bajin, por në tjetrin kohë aty në tokë ka krimba, ka kaleca, ka miza, ka gjëra kështu. Lejohet apo nuk lejohet? Filleshet. Tamam, Dhe faleminderit. treta, nëse ka mundësi, Patjetër. a lejohet të ikin për shembull gëja, nusja e djalit, goca, të ikin në shëtitje, për shembull në Itali, në Zvicër, në jashtë, po pa shoqërus. Domethënë një të afër, një vllazë, një kushëjo, burrina. Këto ishin. Tamam, në rregull, ju Inshallah, përshëndesim e ke shikuesit tanë në kuptuar. Shqipëri atje. Kudo që jeni, faleminderit. Selam aleikum. Pyetja parë ke? Kur e harron një namaz, për shembull, Po, të këllin e namazet, pas, për në 3 pyetje. pastaj. Shëqa, nuk e ceki kë i ndëruari, kur i bjen mend për namaz. Sepse tha, nëse të zami tha shambull, e fal dreken, pastaj harran me fal i qindin, pastaj vija akshami, që të fal akshamin. Por nuk e ceku, kur i bje ndërmend i qindia. Kjo më rëndësi. Para apo pas akşam? Po, nuk e ceku. Sepse, po që se i bje para akshamit mend që nuk e ka fali qindin, do të falë në herë qindin, e pastaj akshamin. Për pas, në një rast, në 2 raste në fakt. Për pas në rastin e parë, nëse ka hy koha akshamit, dhe është thirë ezani, kameti dhe hyni namaz, hyni gjemati namaz. Gjemati hyni namaz. Ty të ndërmend që qindin se ke falë, por namazi akshamit filloj me gjemat. Tani, po që se fali qindin vetën, se vapi gjematit, shkoj. Po që se falë akshamin në nëzën gjematin, ti ki rënditja i qindis. Nga se rënditja është obligim dhe në 5 namaze. Dhe në 5 namaze, nëse të mbesin pa falë, kë për të ceki i qindin, po mund të drejka bashkë, i ki obligim rënditjen e tyre. E që i bije, nuk mund të shme falë aksham pa falë i qindin. Nuk mund të shme falë. Për pas, pra në këtë 2 raste, rastin pare ceka, kur thërët e zani, bëhet i kameti dhe hynë hoxha me gjemat namaz. Këtë rast, qka bënti? E falë akshamin. Për hirë të gjematit, sevapit, fadiletit gjematit. Hynë namaz e falë akshamin. Kur jepi imami selam, ngritesh në kam, këthesh e fali qindin. E bëni kamet, e fali 4 reqati qindi. Pas i qindis qohësh, e bëni kamet edhe një herë, edhe fali akshamin edhe një herë.
Herën e parë fal akshamin shkak sevapit të xhamatit. Herën e dytë fal akshamin shkak ruajtjes së renditjes. Rasti i dytë, kur të vjen ndërmend që se ke falë qindin, po dhe aksham është gati duke të ikur në fund të kohës së akshamit. Tani nëse angazhosh me qeni, ik akshami. Në kësa rase që të përpara akshamin. Për ndryshe, do të qindin, tani akshamin, apo dreken, tani qindin nëse të ka ik dreka. Apo akshamin, tani asin nëse të ka ik akshami. Çështja tjetër se përket të djegjes, po hedhjes e helmit, është një lloj djegje, po nuk është në zjarr. Me djeg barin. Po ato mbyten ato. Ato mbyten. Po jo me djeg me zjarr, po me djeg me helm. Hedhja e helmit në përfusha, me spastru fushat, një që mi rujt pëmt, me ujt me hitë pëmt, dhe gjatë këtij procesi mbyt shumë insekte, sigurisht shumë insekte. Kjo lejohet, nuk është gjëna. Sepse ne nuk pasionina me myt insektet, ne pasionina me pastru harën tonë, që me mund me hynë te. Ne nuk mund me hynë arë tonë pa pastru. Ajo që ka është ndaluar, është nëse djegim arën me zjarë. Nëse djegim apo e pastrojmë arën me zjarë, që shveproj një pjesë e madhe, qytetarëve tanë, fshatarëve tanë, kjo është haram. Pse është haram? Sepse po djeg gjallësa. E Allahu, shka në hadith të vërtet, ka ndaluar që dikush ta dënon dikën me zjarr përpas Zotit të zjarrit. Nuk ka të drejtë askush me torturu, me dënu dikën, me mbyt dikën me zjarr përpas Zotit të zjarrit. E që është Allahu. Andaj ne bëjmë gjëna, sepse i torturojmë, sepse i te i kalojmë kufejtë tonë, me zjarë nëse mbysim insektet, e që i bie nëse djegim fushën tonë. Ndërsa nëse hedhim helm dhe i mbysim, këtë kemi të lejuar dhe nuk ka arsye me qenë haram. Pyetja e tretë, a ka të drejtë femrat me shkuna për perëndim pa mahrem? Mare mire me pas mahrem ato, mare mire është me pas mahrem. Por nëse shohë shumë të rëndësishme me shku, nëse shohë shumë të rëndësishme me shku, se për shembull gruaja do me shku te baba te nana, burri nuk mundet me shoqëru. Ose ka dikush atje vajzë në ngrata e cilët do të më ardë të prindërit e sajna, apo të gjyshja mi pa e babën nani kanë perëndim, ata s'mujnë me ardhë. Në kësa raste, unë nuk mu jam dalaj, nuk kisha thonë, për disa arsye. Ndërto, tashmit e udhtimit këtë kohë janë mjaft të sigurta, madje shumë të sigurta. Urtësia e ndalimit të udhtimit të femrës vetën pa mahrem është rreziku potencial për me provoku dikush. Ky rrezik nuk ekziston thuajse hiç kur udhton me një mjet publik, si që është aeroplani, si që është treni, si që është autobusi. Kush guzon me provoku dikën sot në vendet publike? I hanë burg me njëherë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Pastaj, këto motrat tona, gratë tona, këto po dalën për tregje, po dalën ndej, po dalën këndej, po dalën të anë po shkojnë. Nuk është koha me 4 imamave. Ku femrat edhe në xhami me dalë kanë diskutu ulematët tonë, si Hanefit Allah i pas më shëru, të cilët kanë thonë femrat e reja mos të dalin me falë namazet e ditës, përpos namazet e natës.
sabahun, akşam dhe yatsin, nëse veç duan të dalin xhami. Ndërsa për të vjeta për plaka kanë thënë ato bën me dalë edhe ditën. Shkak fitneve. Në atë zaman, Imam Maliku, Allah pas më shëruar, dhe Imam Shafiu pas ti, e kanë dhënë fetvan se nëse femra udhton me një grup njerëzve që janë të sigurt, të besueshëm, bën, edhe nëse është në distancë të udhtimit që shkurtohen namazet. Andaj nuk jam të liru krejt, po si me të shtrëngu, të pas parasysh rrethanat, kohën, vendin. Pra, së të ishte mirë krejt pa arsye, por nëse kanë arsye motrat e janë të mbuluara, janë të ruajta, të mbrojtura, dhe kanë nevoj marë të nana, ka nana smu të babën e, ku ta dione, sa kanë më të borë së në vjene, për ekse arsye së në vjene haj, arsye dhe ti. Ndoshta të të ishte randë, ta shmës një leju motrës më ardhë, parë me borë së në vjenë, s'ka parë, ose. Allahu edhe me së miri. Atëherë, kalojmë tek telefonata tjetër, ala? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një dy pyetje hoxhës. Urdhoni. Pora pyetje është sonë që 10 vjet folna. Edhe do me thonë, kështu në plan e kum posë dhe qefë dhe gjithë, thësha mu mlu, po thësha gjithë ku të bona non, se jam e sprovu me që 10 vjet s'kam fmi. Do me thonë që të Ramazan që e kina kry, elhamdulillah, unë jam bulu. Edhe unë kum pas bo plan, do me thonë që ku të bëj fëmijën, edhe mu mbulu, po elhamdulillah, dhe i zapizuti që të Ramazan jam bulu. Do me thonë, kjo konë që unë kum jom lut dishka për shamis, jom lut as një herë, se zotin, ty të raj zotin së në raj, po elhamdulillah jam shumë e knaqë, do me thonë, aja që ka caktu zoti është me mirë për mua. Edhe pyetja e dytë, burri tha folna, për shembull 1 orë është që folë dreka, ky tha folna unë në gjysmë dhe pa kanë shpërblimin. Si namazin ku, shembull nëse folet 1, ti e fol gjysmë orë pa kohë shpërblimi. Tamam. Pyetja tjetër? Çito janë. Faleminderit shumë, natën e mirë, Allah ju shpërblim. Amen. Nuk e ka qitë shamin, ka thonë se s'kam fëmijë, edhe kur Allah më jep fëmijë, unë e qetë shamin. Por kjo fëmijë së duket s'ka ende, e shamin e ka qitë dhe thotë tash në Ramazan. Alhamdulillah, Allah e pranoft. Se ka prit domethënë këtë. Allah e pranoft, alhamdulillah. Po, e për si koment edhe këtë. Edhe nëse dreka është në ora 1 dhe fal 1:30, a zën se vapin tamam. Po sa dush. Po, në rregull është. Atëherë kemi telefonatën tjetër, inkuadrojmë pa humbur kohë. Selam aleikum. Allah e pranoft, Allah e pranoft. Në lezërin në radios ose televizorit dhe komunikove vetëm përmes telefonit. Nëse dreka është në ora 1 dhe fal 1:30, a zën se vapin tamam. Apo dëgjohemi? Kemi telefonatën tjetër, inkuadrojmë pa humbur kohë. Selam aleikum dhe në lezërin në radios ose televizorit. Aleikum salam. Në lezërin në radios ose televizorit dhe komunikove vetëm përmes. Aleikum salam. Po, vazhdoni me pyetjen. Telefonit, nëse dreka është në ora 1 dhe fal 1:30. Se duket nuk po na dëgjon. Po më dëgjon? Ne po i dëgjojmë në fakt, po na lezërin në radios ose televizorit dhe komunikojmë drejt për drejt me ne. Për ndryshe nuk mund ta zhvillojmë bisedën, do të vazhdojmë tek telefonata tjetër. Po? Hajde, po vazhdojmë. Selam aleikum. Përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Jetoj në Austri. Po. Isha një pyetje hoxhës. Vaktin e ikin e drekës nuk po muj me fal asnjëherë. A muj me bë kazon që atëherë kur ta fali edhe ikin dijen, a muj me bë bashk. Arsyeja? Se s'po kam mundësi me fal drekën, se po jam në punë. Nuk po ma lejon puna që me mujt me fal drekën. Muj me fal, kur ta fali ikin dijen që me bë bashk të dyja. A ke vetë për namaz? E kom vetë, po s'ma lejojnë. S'ma lejojnë se jetoj jashtë, këto është e pamundën. Kom pyet, kom lloj mënyre, po është e pamundën.
Allah ju shpërbleft. Mirë, me në gjithë, selam aleikum, përshëndesmi. Amen edhe ju, Allah shpërbleft. Nuk është e pa mundur këtë, mund t'jetë një vend 2, 3, 10, 15, por nga puna. po jo në çdo vend, se ka me dhjetra mira, madje qindra mira musliman, sa tashmë atje miliona, me qindra mira musliman, të cilët e falin namazin në vendet e punës. E falin pauzë. Kjo po të ndrek kanë pauzën. 2 minuta farzin. Edhe më se vetë kërkan a falin, atë dilni skajqët e dikon, kështë bashkojnë banje diçka, 2 minuta falë farzin edhe kaqë. Po që se të vështërsohet atë shumë, sa që vërtet se në falë, sepse punën e kjetë të tillë, për shembull, dikush ullet në një karrik, e ka një makinë për para, makineri, edhe punon me te. Janë kallabllak aty të ta. Dhe komunajt ullën që aty, 8 orë, ta në ka një gjësore apo një orë pëshim. Po pëshimi nuk e qëllën kohën kur, është të punu, nuk qëllën kohë kur e namazi. Qëllën jashtë namazit. Në këtë rast, mundet, nëse është e mundshme, mundet apo bën që të falet me isharete, farzin, me sinjale, e pastaj e bën kaza të shtëpia. Disa kanë thonë, disa s'ka thonë, s'ka nevojë me sinjale, por e bën kaza të shtëpia me qendi. E dyta, gjithmonë, në çdo vend të punës, ku të vështërsohet, s'po them të pamundësohet, po të vështërsohet, e të thujt pamundësohet, me fal namazin, atë vend punë dohet me urrejt, jo me dasht. E që i bie me konsideru vetën tane se je i detyruar, i imponuar me punuar të se për qef nuk shë punu. Dhe si rrëdhoj e kësajna, që nuk je i knaqë me atë punë, për shkak të cenimit të drejtës së falës e namazit, atëherë e ngarkan vetën tande, lodhesh, përpiqesh me gjetë një vend tjetër të punës. Por derisa ta gjesh vendin e punës tjetër diku, më të mirë, më të përshtatshëm për namaz, për din, edhe nëse është me pagë më të vogël, derisa gjenden një vend tjetër, të rrin këto, e konsideron vetën si i imponuar, pejzoret ekstrem, dhe gjithmonë vazhdon me lyp punë të re, me lyp punë të re. Momenti që thosë, s'kam qam lyp punë të re, se s'ka kërkon punë, qështu e në ketë, njëtë përri qështu, që atëherë dje që e gjena qarë. Sepse i bje që ti e knaqëne, apo i knaqën ke pajtuar me gjendjen tënde, e gjendje jote nuk është e mirë, sepse për të cenohet drejtë namazit. Atë s'pe ki dërës për leviz, kur gjë me banket, drejtë. A ki bërsh me leviz. Dhe atë nuk e lindë. Ata ka nevoj për ty, ti ki nevoj për ta. Interesit dënjas. është interesit dënjas. Me momentin që nuk ka interes për te, që të pe punë. Momentin që ti nuk ke interes për asë kompaniet del të vetë për punë. Interes është ajo. E dënja, pjesë e dënjas. Andaj nuk mund të humbi ahiretin, të hedhërej Zotin tim, të ala namazin, shkak intereset e dënjas. Së mundë. Por mëse hi e mirë, dere sa të më për Zotin i qare, sepse s'kam qërë për nga se kam qërane, kam fëmine, kam këta e këta, për ndryshe asë dhe të shkanajt, por më do të më shty për një kohë, të lutë Allahun sa ma shpejt me qitë Zotin me ma zgjidh një hajrë, e më largu për kësaj punë. Po. Të hoqë këtë është fundi personte, faleminderit shumë. Faleminderit qofshi.
Të nderuar miq, do të takohemi sot javë, pra të matën e ardhshme, ndërka që priza nesër është në televizion në orën 12. Përmegjithësisht ndiqni në aplikacionin e Hoxhës Doktor Shevqet Krasniqi, po ashtu edhe në rrjetet sociale si në Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Doktor Shevqet Krasniqi. Natën e mirë.